Po e nis në fakt nga zhvillimi i ditëve të fundit, nga ajo se çfarë ngjau në gjykat në qytetin e Elbasanit, atje ku disa ditë më parë patëm edhe ndalimin e avokatit Ulian Bajrami pas po themi një përplasjeje të supozuar me prokurorin e çështjes të cilën ai mbronte. Nuk e di nëse duhet futemi në detajet të çështjes, por do doja të qëndroja më shumë tek çështja e përplasjes dhe e mënyrës dhe e dinamikës që ndodh në një sallë gjyqi. Ti je vet avokat dhe ndoshta mund të kesh qenë në situata të ngjashme. Ajo që unë dua të kuptoj është nëse është një episod i shkëputur, ajo që ndodhi me avokatin, apo nëse është një problem të cilin edhe dhoma e avokatisë në fakt e ka ngritur për mënyrën se si po trajtohen avokatët. Atëherë, rasti konkret mori zhurmën mediatike të merituar edhe realisht të domosdoshme, për shkak sepse u kalua nga ana e prokurorisë në një hap të paprecedent përpara, arrestimin e një avokati vetëm për deklarimet e bëra në seancë, gjë që nuk ka ndodhur më parë dhe uroj të mos përsëritet më kurrë. Por nëse njerëzit janë tronditur nga ajo që është dëgjuar në seancën audio, ajo që është në seancën audio është pothuajse e zakonshme në gjykime, sidomos në gjykimin e seancave të masave të sigurisë, në të cilat procedimet bëhen me informacione të pakta, të cunguara, prokurori ka jashtë masë shumë fuqi, ka gjithmonë një tendencë dhe përsëritje të kërkuarit arresteve me burg, me ose pa prova, duke kërkuar në raste marrjen e masave dhe duke mos pasur të gjithë informacionin në dispozicion, dhe pastaj duke proceduar në një moment të mëvonshëm me lirimin e njerëzve, mbasi është ndërprer jeta, mbasi është ndërprer përditshmja. Reagimi i kolegut Bajrami ishte reagim adekuat, nuk do thoja kishte asnjë teprim nga ana e tij, por edhe në rast se do kishte një lloj teprimi do konsiderohej nga gjykata, ka masa të parashikuara në kodin e procedurave penale që është tërheqja e vëmendjes, vënia e gjobës, largimi nga salla, që janë të natyrës administrative për mbarvajtjen e seancës gjyqësore. Dhe këto janë, po themi, të zakonshme. Nëse do kishte marrë ndaj tij një masë të tillë, nuk besoj se do kishte ekzistuar një reagim i tillë. Ndalimi, arrestimi i tij vetëm për shkak të kësaj seance, pra jo të veprimeve të mëtejshme që mund kishte bërë kolegu Bajrami, sepse ai mund kishte marrë, po themi, ndërmarrë fytyrë personale apo akuza për te seancës së gjyqit. Ndërkohë që ne duhet të diskutuar që nuk ka në dielin të çfarë është bërë publike, dhe në dielin time nuk ka asnjë situatë të tillë. Kemi bëjmë vetëm për deklarimin në seancë në seancën gjyqësore, dhe këto deklarime janë deklarime normale të funksionimit normal të mbrojtjes që ne i bëjmë klientëve, që shërbime që ne ofrojmë çdo të mbrojtur prej nesh. Që ka të drejtën e tij kushtetuese në fund fare që të ketë mbrojtje sa më efektive. Sigurisht, patjetër. Po ajo që unë dua të kuptoj është pse erdhëm deri tek masa e ndalimit, nëse këto janë dinamika shumë të zakonshme në një seancë gjyqësore. Dhe që këtë gjë patjetër e din edhe gjyqtarët, edhe prokurorët. Ti mendon që në publik nuk na thuhet diçka, pra diçka po mbahet e fshet, tash teori konspiracioni mund të bëjmë sa të duam, po qëllimi është të paktën duke u përpjekur që të kuptojmë diçka që nuk na është thënë nga gjërat që kanë ndodhur dhe dim publikisht. Unë uroj që kjo çështje të shkojë dhe të zgjidhet deri në fund, mos lëshohet vetëm me faktin që pse ndalimi u konsideroi paligjshëm dhe kolegu Bajrami u lirua, pra vetëm lirimi i tij nuk na sjell asnjë zgjidhje të situatës. Kjo situatë nuk duhet të përsëritet dhe duhet shkuar deri në fund për kuptuar dinamikën e ngjarjes dhe çfarë ka ndodhur. Pra, ne zyrtarisht dim që ai është ndaluar me iniciativë të oficeres të policisë gjyqësore. A ka qenë kjo oficerë e policisë gjyqësore u gëzuar apo jo që të kryej një veprim të tillë? Nga e prorët e saj, kjo do ngelet për të diskutuar në vijim të procedimit, edhe nëse do ketë procedim disiplinar ndaj prokurorit. Por e sjell kjo dhe në kuadër të ngjarjes së ndodhur para 2 javëve me vrasjen e të nderit gjyqtarit Kalaja,
tensionet nga pikpamja nga ana e magjistratëve janë më të larta për shkak të për rezistencën e tyre në kërcënimit. Dhe kjo mund të ketë luajtur një rol që fjalët e kolegut Bajramit merreshin në një kontekst tjetër më të agravoar. Por padyshim nga ana e prokurorisë është haptës dhe dukshëm që ka një reagim të tepruar dhe shfaq në një farë mënyrë dhe arrogancën që kanë disa prokurorë në lidhje me se si duhet trajtohen në sallën e gjyqit, kur ne duhet të funksionojmë me armë të barabarta. Pra, avokatët dhe prokurorit në sallën e gjyqit janë të barabartë. Të dy duhet argumentojnë bazë të provave dhe të fakteve, dhe të dy duhet bazohen te ligji. Nuk ka asnjë të drejtë ekstensive prokurori krahas avokatit në qasjet ndaj gjykatës. Ne vëmë re edhe nga praktika që shpesh prokurorët trajtojnë edhe gjykatën, sigurisht është gjykata në varësi të prokurorisë, që është krejtësisht e gabuar, është në ndryshim, në kundërshtim të gjitha parimet që duhet ketë shtetuta dhe drejtat kombëtare dhe si duhet funksionojë procesi rregullt ligjor. Ky është një veprim që duhet të jetë moment reflektimi nga ana e prokurorëve që jo vetëm vetingu që ne kaluam, pra kontrolli pasurisë dhe figurës, por edhe sjellja e tyre në seancë, edhe sjellja e tyre ndaj palëve të tjera ndërgjyqëse, qofshin kjo viktima, qofshin ky i pandehuri apo gjyqtari, duhet një sjellje shumë e kontrolluar. Ne para ndryshimeve të kodit procedurave penale, viktimën nuk e njoftonin fare për çfarë ndodhte në procesin në cilin ai ka qenë i dëmtuari kryesor. Ndërkohë që sot kemi të paktën detyrimin ligjor që ai ketë drejtat e mbrojtura dhe të jetë informuar në lidhje me procedimin edhe në lidhje me seancën. Këto të gjitha janë veprime të cilat duhet të sjellin reflektim dhe të ndryshim të sjelljes. Ky ndryshim duhet të jetë radikal dhe i ndjeshëm. Nuk mund të kaloj kjo me një kërkesë për ndjesë dhe gabuam pak që e ndaluam, por nuk duhet ta kishim ndaluar, por vazhdojmë vjojmë procedimin. Pra, nuk është problemi vetëm në një rast konkret që një prokuror pas ka urdhëruar këtë, por ky prokuror pak që ka ndier që kishte këtë të drejtë ta bënte, dhe që e mendonte brenda tagrave të tij që të përcaktonte se kush duhet të rrinë në burg dhe kush jo, edhe nëse të bën një shkelje të tillë si pas ka kthyer fjalën në seancën shtetërore. Nëse ndalimi i avokatit është një ngjarje pa precedent dhe e rëndë dhe ti e shpjegove edhe përtej thjesht këtij rasti, po me dinamikat që ndodh zakonisht brenda sallës së gjyqit ku prokurori, po themi, merr prerogativa që ligjërisht nuk i ka dhe proceduralisht nuk i ka. Nga ana tjetër, lirimi i avokatit është, po themi, një ngjarje që e bën dhe qesharake pak situatën. Dhe humbet edhe atë besueshmërinë. Duke si për momentin nga ana prokurorisë është vendosur që i gjithë ndalimi është bërë në pamje të parë nga oficerja e policisë gjyqësore që e ka marrë atë në pyetje, dhe ndalimi ka qenë me iniciativë. Pra, sikur këtu nuk ka asnjë veprimtari dhe asnjë veprim të ndërmarrë nga ana prokurorisë, por këtu kemi vetëm një oficer e policisë gjyqësore që pas ka keq kuptuar detyrat e saj dhe një individ të vetëm. Unë do doja të thash që kjo çështje të mos mbyllet dhe të hetohet deri në fund nëse ka pasur se jo udhëzime ose trajtimet nga ana e oficerit policisë, apo ka vepruar me iniciativë të saj edhe vullnetin e saj plot. Edhe nëse do ishte ky rasti, prap kemi të bëjmë me sepse OPG funksionon gjithmonë në varësi të prokurorit edhe me udhëzimet e tij dhe i di që nuk ka qenë në dieni të funksionave dhe detyrave të saj. Por ne ngelet për të parë në vijimësi të çështjes. Nuk mund të themi dot që deklarata në thelb nxjerr sot tregon është e qartë që ndalimi ka qenë i gabuar edhe nuk duhet të kishte ndodhur, por nuk duhet të kishte ndodhur as trajtimi i avokatit në këtë formë dhe i gjithë profesionit të avokatisë, i cili gjithmonë shihet si një gjë sekondare dhe nuk kemi pjesë thelbësore dhe pjesë përbërëse e sistemit, ndërkohë që jemi nga pikat më kyçe në garantimin që edhe i pandehurit të respektohen të drejtat. Jo vetëm të kemi një dënim, po të kemi një dënim që është i drejtë, ose pafajësi nëse akuza nuk është kryer e plotë dhe nuk është bërë zhvilluar e qartë. Dua të flasim pak bashkë në lidhje me ngjarjen e rëndë që ti e preke pak.
diskutojmë pak më shumë sepse nuk kemi pasur rast që ta bëjmë këtë së bashku për vrasjen e gjyqtarit Kalaja në gjykatën e apelit pak javë më parë. Tani pyetja është se e kuptoj që besoj është ngjarje tejet e rëndë për gjithë opinionin publik, për të gjithë punonjësit e drejtësisë, për avokatët, për gjithë absolutisht. Po çfarë analize ke bërë ti asaj që ndodhi dhe ku duhet të reflektojmë? Besoj është një çështje mjaft komplekse që lidhet me sistemin e drejtësisë, me çështjet e pronësisë, me mënyrën se si qytetarët trajtohen, edhe deri tek siguria fizike në gjykata. Pra kap një sër çështjes. Ngjarja e ndodhur është teje tragjike, asgjë nuk justifikon vrasjen e një funksionari publik që është duke kryer detyrën e tij, edhe nëse do ishte informacione të qarta konkrete që vendimarrja kishte bërë një vendimarrje të gabuar, e cila nga gjitha gjasat nuk duket të ketë qenë një vendimarrje me shtyrë as nga akt korruptiv, as nga një, po themi, shkelje haptazi e ligjit. Nga ana e autorit të dyshuar edhe tashmë të arrestuar, sjellja e tij, unë do thoja që ka problematika serioze sepse jemi duke diskutuar për një vrasje të bërë të planifikuar, bërë me gjak të ftohtë, dorëzim të autorit, pa treguar asnjë lloj prekje në ndërgjegje, pra nuk kemi të bëjmë me një njerëz që në gjakjetësi kryer një veprim, por kemi të bëjmë me një person i cili e ka kryer krimin duke e menduar përpara, duke e ditur pasojat, duke u dorëzuar në pasojat e saj. Nuk di të them se çfarë mund të ketë kaluar në mendjen e autorit veprës penale, por padyshim që këtu kemi, po themi, sjellje tërësisht jo racionale dhe të pa përfshirë, të pa justifikueshme, edhe që nuk mund të përfshihet në asnjë sistem me kritere që të mund të justifikohet si veprim. Vonesat në gjykime janë një problematikë jetike e sistemit. Në ndjenimin tim problematika kryesore që kishin palët në gjyqe ishin që këto gjyqe kishin zgjatur shumë dhe kishin qenë të kushtueshme dhe do vazhdonte zgjatja dhe ata nuk do mund të merrnin dot drejtën e tyre dhe kjo ka qenë, po themi, frustrimi i tyre. Por padyshim që nuk e ka kjo nuk mund t'i ngarkohet asnjë individ të vetëm. Ky është një problem sistematik, i cilin reforma e drejtësisë përkeqësoi duke shtuar afatet e gjykimeve. Unë para pak ditësh ishte në një gjykim në shkallë të parë, i cili padia është ngritur në 2017. Po. Ju deshën 7 vjet apeli për të rikthyer për gjykim dhe ne jemi diskutuar që pala paditse në gjykat është në moshën 84 vjeç. Nëse gjykimi përfundon tani në shkallë të parë brenda 6 muajve, do duhen edhe 4 deri në 5 vite të tjera që gjykata e apelit të japë vendimin e saj që është vendimi ekzekutueshëm, që do të thotë që zonja do e marri të drejtën e saj në moshën 90 vjeçare nëse do jetë ende gjallë, që është një gjë shumë e tmerrshme për të thënë, për dikë që nga 2017 që kërkon një të drejtë, edhe po diskutojmë për nuk po diskutojmë për 1 vit, 2 vite, të cilat do ishin afati arsyeshëm. Pra, nëse ti brenda 2 vitesh, 3 vitesh ke një vendim që e ke të ekzekutueshëm, ky është padyshim një afat që ne e kemi bërë pas përpara 10 vite që ka qenë afati i zakonshëm dhe ishte një gjë që e konsiderojnë normale. Tani jemi duke thënë që ku jemi që pse s'po kthehemi prapë të paktën tek ajo fazë në të cilën të kemi mundësi që këto vendimet i kemi të ekzekutueshëm në kohë. Por padyshim akte dhune të vrasje janë tërësisht të papranueshme dhe kurse si nuk japin as zgjidhje të çështjes, vetëm përkeqësojnë situatën dhe nuk japin asnjë lloj merite apo përfitimi atyre që i kryejnë. Në fakt, sigurisht që zgjidhjet e çështjes këto nuk i japin, por un kam përshtypjen që tani po spekuloj pak, me aq sa unë arrit ta kuptoj, duke u futur në psikologjinë e autorit të dyshuar, që ai gjithsesi nuk priste zgjidhjet e çështjes. Pra, këto janë veprime të
të dëshpëruara, veprimet të fundit. Dhe pyetja ime është, ky, sado që është rast i jashtëzakonisht tragjik dhe i rënd, a është, po themi, i izoluar, apo na sinjalizon është këmban alarmi për diçka? Unë uroj shumë që kjo të mos jetë absolutisht një rast që të përsëritet as në një pjesë të saj, as në një fraksion të saj dhe diçka. Dëshpërimi i autorit realisht është pa kuptueshëm nga situata në cilën ka qenë çështja në fjalë, e cila themeli ishte i fituar nga familja e autorit, pra nuk po diskutoj asnjëherë nëse takon ta themeli çështjes ose jo. Ishin në fazë ekzekutimi, dhe në fazë ekzekutimi ty mund të kthehet tani, kthehet pastaj dhe të rikaloj, por është një gjë që do marri drejtimin e duhur, edhe është një gjë që në fund fare do përfundoj ekzekutimin. Pra, jemi duke diskutuar për një vonesë të shtuar tek kësaj, që padyshim askush nuk e dëshiron dhe askush nuk e do, por fakti që kjo ekziston dhe fakti që kjo është në lëvizje nuk mund të sjellë që ti të kryesh akte të tilla. Edhe nëse po themi vendimi do kishte qenë në kundra teje, dhe ky vendim kishte qenë në perspektivë haptazi në i pajishëm. Pra edhe nëse do kishte një vendim përfundimtar, ka gjithmonë hapësira për rekurs, vendimarrja në gjykata kushtetuese, në gjykatën e Strasburgut. Këto janë e drejta të jep mundësinë, pavarësisht kohës së saj, që të rezultojë në fund fare. Dhe ne po flasim për rastin në cilat personi ka të gjithë hapësirën që mund ta kishte rivijuar çështjen. Ky nuk ishte një vendim final dhe përfundimtar. Dhe nëse do ishte, prapas kush nuk e justifikon aktin e tillë. Por do duhet ndjekur rrjedha ligjore, a ka nevojë për një përmirësim dhe një shtim të efikasitetit të gjyqësorit. Kjo patjetër, cilat janë mekanizmat? Mekanizmat janë të shumtë, por që japin një ndihmë të vogël gjithë secili prej tyre. Pra nuk ka një zgjidhje, një kapele që u bën të gjithëve dhe një zgjidhje për të gjitha, nuk ekziston shkopi magjik për këtë. Duhet durim, duhet një riplotësimi i trupës gjyqësore, duhet shtimi i stafit administrativ, duhet lehtësimi ligjor në lidhje me kryerjen e njoftimeve në kohë, që të mos kemi seanca të cilat nuk realizohen për shkak të vonesës ose mosmarrjes së njoftimit të palëve. Pra, të gjitha këto ne duhet garantojmë këto dhe më pas mund të diskutojmë në lidhje me afatet gjyqësore dhe pse vonojnë gjykata, sepse vonesat nuk vijnë nga një njeri vetëm, nuk është një gjyqtar i vetëm e vonon çështjen. Ai mund të ketë dosje të shumta, voluminoze, madje mund të them ne ankohemi për backlogun vonesat në gjykatën e lartë, por gjykata e lartë në një ditë vetë me një treshë gjyqtare që jep 30 vendime. Po. Që do të thotë në 8 orë që ka ajo ditë, ka dhënë një vendim çdo 15 minuta. Nuk 15 minuta nuk mjaftojnë, edhe nëse vendimi do jetë i para përgatitur nga ana e relatorit, nuk do mjafton as për të lexuar vendimin dhe më pas që të bëhet diskutimi midis dy anëtarëve të tjerë, edhe të bëhet vendimarrje. Është thuajse pamundur që kjo të 30 vendime në një ditë, nga 3 gjyqtar, të jetë norma dhe të jetë mënyra. Kështu që edhe të duam të nxitojmë gjëra për të fituar kohë që kemi humbur për shkak të reformës, për shkak të pandemisë, për shkak të çdo veprimi që ne kemi kaluar tjetër, nuk mund të jetë në funksion të drejtësisë dhe nuk mund të jetë një vendimarrje e cila i shërben qoftë drejtës, qoftë publikut, edhe qoftë shtetit shqiptar. Ne duhet të ndërtojmë një sistem që të jetë i drejtë, efikas, duhet një balancë midis kryerjes së dyjave dhe duhet durim nga palët e përfshira në proces. Nuk e kanë avokatët në dorë ta përshkruajnë procesin, nuk e kanë në dorë gjykatat që të japin një vendim më të shpejtë se sa ç'është afati mesatar, dhe i takon të gjitha palëve të përfshira në proces që të garantojnë që procesi të ecë sa më shpejt edhe pa problematika. Duaj që së bashku të flasim edhe për një çështje të fundit, raporti midis drejtësisë dhe politikës, dhe kjo jo për faj ose për shkak të drejtësisë, po për shkak
ndoshta dhe për fajt të politikës. Kemi parë gjatë verës, Ili, deklaratat shumëta që kanë ardhur nga politika në drejtim të drejtësisë, targetim gjykatësish. Është përfolur spaku për raportet e veta me politikën dhe jo më larg se disa ditë më para në Komisionin e Çështjeve Ligjore, në një raportim maraton prej disa orësh, prej 5 orësh. Nga ana tjetër, ne dimë që u ngrit komisioni i ashtu quajtur Xhafaj, i cili kishte sigurisht në objektin e vet edhe punën e spakut. Ditën e djeshme, kryeministri Edi Rama, në një gjest vërtet demonstrativ në ceremoninë e 35 vjetorit marrëdhënieve të Shqipërisë me Komisionin e Venecias, kur kryetarja e gjykatës kushtetuese zonja Olta Zaçaj po fliste, u ngrit dhe u largua. Nga ana tjetër, ministri i drejtësisë Besfort Lamallari, po ditën e djeshme në të njëjtin aktivitet tha atë që ne e kemi diskutuar edhe bashkë, që nga mbi 4000 ca, po them, të burgosur, shumica dërmuese e tyre gjenden janë të paraburgosur, pra. Duke i mbledhur të gjitha këto bashkë, edhe sa the deri tani, a është ky një moment i rënimit të drejtësisë në raport me politikën? Unë nuk do thoja që ky është domosdoshmërisht një raport rënimi. Konfliktet ekzistojnë, janë aty, është shumë mirë që këto konflikte janë të shpërfaqura dhe të hapura në publik. Konfliktet janë një burim i madh i zhvillimit edhe i treguarit që si mund shkojnë përpara. Pra, problematika në të cilën 61% e të gjithë njerëzit të cilët i është privuar liria janë të paraburgosur, është një problematikë shumë madhore. Dhe fakti që ka dhe Ministria e Drejtësisë për të problemet shfaq shqetësimin e saj, shfaqim shqetësimin për të edhe aktorë të tjerë, jo vetëm avokatët, ku kemi të bëjmë me një çështje e cila mund të shkojë drejt zgjidhje. Por nëse ne nuk do të diskutonim për këtë, atëherë ne nuk do kishim kurrë një zgjidhje të kësaj problematike. Ishte pa shmangshme që do kishte një, po themi, përplasje, nëse kemi vendime që u pëlqejnë të gjithëve, atëherë është e sigurt që nuk kemi vendime të drejta. E nuk mund të ketë një vendimarrje që kënaqë të gjithë. Do të thënë, një palë do dali e humur dhe një palë do dali e fituar. Në rastin e raporteve që një pjesë e drejtuesve kanë me Spakun, është një raport të jetë personal. Spaku ka kompetenca për të hetuar dhe për të proceduar penalisht të gjithë deputetët, të gjithë ministrat, të gjithë gjykatët e lartë. Që kjo e bën në mënyrë automatike, po të themi, mekanizmi që mund t'i sjellë atyre qoftë për mungesën e lirisë, po qoftë edhe shkatrimit të karrierës politike. Pra, një dënim nga gjykata, dënim penal nga ana e gjykatës është në shumicën e rasteve fundi politik për individët. Dhe kjo mund të sjellë që dikush që ka investuar gjithë jetën e tij në politikë, kjo t'i rishkasë për duar, dhe fajtor për këtë bën atë që ka iniciuar të ishte prokuroria e posaçme. Që nuk është se nëse politika do ishte e kënaqur me Spakun, atëherë ne do duhet të shqetësoheshim si publik, sepse do tregonte që ai nuk po bënte detyrën e tij dhe nuk po i ngacmonte aty ku politika edhe ku unë nuk kam një koment posaçëm lidhje me çështje specifike, ato janë për të gjykuar, janë për të caktuar nga gjykata të përkatëse. Po politika nuk duket e kënaqur as me gjykatën kushtetuese. Kujtojmë dhe rastet e fundit me dekretet e presidentit të Republikës, ankesat e ish-kryetarit të Bashkisë të Tiranës, etj, që mos i hym specifikisht. Pra nuk duket fare e kënaqur as me gjykatën kushtetuese. Po, kjo është një shenjë pozitive, nuk është një shenjë negative. Nëse politika do ishte e kënaqur me gjykatën kushtetuese, atëherë do thotë gjykata kushtetuese nuk po mbronte kushtetutën, po miratonte çdo vendimarrje të ligjvënësit dhe çdo vendimarrje të qeverisë pa asnjë lloj kundërshtimi. Nëse ne do kishim dhe kjo nuk do të thotë që çdo çështje që shkon në gjykatën kushtetuese duhet pranuar dhe miratuar, sepse do prezumonim të kundërtën që shteti ka gjithmonë gabim dhe çdo vendimarrje e ligjit është gjithmonë e gabuar. Fakti që kemi një gjykatë që në mënyrë vijuse dhe vazhduese ka guximin që të marrë vendime që shkojnë kundër interesit të qeverisë, tregon që
nuk është një gjykatë që është nën kontrollin e plot të organit ekzekutiv ose të gjykatës. Se sa e pavarur është 100%, është 50, është 35, nuk mund ta gjykojmë lot, sepse në çështje të caktuara gjithë secili ka antarët e gjykatës kushtetuese ka gjithë secili të drejtën të shprehet me mendim paralel në çdo çështje në të cilin aty bie përshtypim, qoftë nëse është relator ose jo. Pra, gjithë secili për çështjen që vjen në çështje që shkon në gjykatë kushtetuese ka një autoritet që është tetë i madh duke dhënë mendimin e pakicës. Megjithëse ky mendim pakice nuk ka asnjë ndikim të drejtë për drejtë në zbatimin ose jo të vendimit, ai shërben për të zhvilluar më tej jurisprudencën. Dhe kjo pavarësi individuale është çfarë i bën antarët e gjykatës kushtetuese disa nga magjistratët më të rëndësishëm të këtij vendi dhe që zgjedhja e tyre dhe po them procesi i emërimit në gjykatë duhet jetë tetë rigoroz dhe duhet kalojë të gjitha mekanizmat përkatës, dhe duhet jetë një proces që të jetë sa më dinjitoz, i cili garanton që ata që janë antar të gjykatës kushtetuese të jenë të zgjedhur pa asnjë lloj hije dyshimi nga mbrapa në lidhje me cilësitë e tyre dhe përshtatshmërinë e tyre për të qenë më të mirët në dhënien e drejtësisë duke u bazuar te standardet kushtetuese.